Në fillim të viteve 2000, Maqedonia dukej si një shtet i vogël dhe relativisht i qetë në Ballkan. Luftrat e mëdha të ish Jugosllavisë kishin kaluar përreth saj në Bosnë, në Kroaci, në Kosovë. Por vetë Maqedonia kishte arritur të shmangte konfliktin e hapur. Por nën sipërfaqe, tensionet ishin duke u rritur. Në perëndim të vendit, shqiptarët përbënin një pjesë të madhe të popullsisë. Ta jetonin kryesisht në qytete si Tetova, Gostivari dhe Kumanova. Prej vitesh ata ndiheshin të anashkaluar. Gjua shqipe kishte përdorim të kufizuar në institucione, përfaqësim në polici, ushtri dhe administrat ishte shumë më i ulët se sa për maqedoncët. Dhe shumë prej tyre ndiheshin si qytetarë të dorës së dytë. Kur Jugosllavia u shpërbë dhe Maqedonia shpalli pavarësinë në vitin 1991, shpresat për barazi u rritën. Por kushtetuta e re e shtetit nuk i njohu shqiptarët si popull shtet formues, por vetëm si pakicë. Kjo krijoi një ndjenjë padrejtësie, që u thellua me kalimin e viteve. Pastaj erdhi viti 1999 dhe lufta e Kosovës. Kosova shpërtheu në luftë mes ushtrisë qendrore të Kosovës dhe Serbisë. Pas ndërhyrjes së NATO-s, shumë luftëtarë shqiptarë u shpërndan në janor, dhe një pjesë e tyre kaluan në Maqedoni. Ata sollën jo vetëm përvojën e luftës, por edhe armë dhe bindje se të drejtat mund të fitoheshin edhe me forcë. Kështu, në fillim të vitit 2001, shpërtheu tensioni. Në janar të 2001-shit, ndodhen sulmet e para kundër policisë maqedonse në veri të vendit, pra kufirin me Kosovën. Fillimisht ishin incidente të izoluara, por shumë shpejt u bëi qartë se pas tyre qëndronte një organizim. Në shkurt të vitit 2001, një grup i armatosur shqiptar doli publikisht dhe mori përgjegjësinë. Ata i quanin vetin Ushtria Çlirimtare Kombëtare, UÇK. Në krye të saj ishte një figurë që do të bëhej shumë e njohur, Ali Ahmeti. Ai dhe bashkëluftëtarët e tij deklaruan se nuk po luftonin për ndarje territoriale, por për barazi dhe të drejta për shqiptarët në Maqedoni. Por pala maqedonse e pak të ndryshe. Për ta, kjo ishte një kryengritje armatosur që rrezikonte vetë ekzistencën e shtetit. Në mars 2001, konflikti shpërtheu me forcë të plotë në Tetova. Shqiptarët armatosur ishin zënë pozicione në malin mbi qytet dhe filluan sulme ndaj forcave të sigurisë. Ushtria e Maqedonisë u përgjigj me artilleri dhe helikopter. Për herë të parë, qytetarët e zakonshëm panë luftë të vërtetë shumë afër shtëpive të tyre. Krismat, shpërthimet dhe tymi u bën pjesë e përditshme. Frika u përhap shpejt dhe komuniteti filloi të ndaheshin gjithnjë më shumë, sipas vijave etnike. Në muajt që pasuan, lufta u përhap në zona të tjera, Kumanov, Likov, fshatra në veri dhe perëndim. UÇK-ja përdorte taktika guerile, sulme të shpejta dhe tërheqje në mal. Ushtria maqedonase përgjigjej me operacione të gjëra dhe bombardime. Në disa raste, ndodhen prita ku ushtarët maqedonas humbën jetën. Këto ngjarje ndezën zemrim të madh në publikun maqedonas dhe shkaktuan protesta. Nga ana tjetër, shumë fshatra shqiptar u dëmtuan rënd dhe banorët filluan të largohen. Brenda pak muajsh, dhjetëra e mira njerëz u zhvendosën nga shtëpitë e tyre. Maqedonia ishte në buzë të një lufte civile të plotë. Në qershor të vitit 2001, situata arriti pikën më të rrezikshme. Forcat e UÇK-s hynë në Araçinovo, një zonë shumë pranë Shkupit. Kjo tronditi rënd shtetin Maqedonas. Ideja se lufta mund të hynte në kryeqytet krijoi panik dhe zemrim. Ushtria maqedonase rrethoi zonën dhe ishte gati të ndërhynte me forcë të plotë. Por në atë moment, ndërhyri faktori ndërkombëtar. NATO dhe diplomatët perëndimor ushtruan presion të madh për të shmangur një përplasje katastrofike.
u arrit një marrëveshje që luftëtarët e UÇK-s të tërhiqeshin nga Raçinova. Shumë maqedonas e pan këtë si një tërheqje të padrejtë, ndërsa shqiptarët si një fitore taktike. Ndërsa lufta vazhdonte, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ndërhyn fuqishëm për të ndaluar konfliktin. U bë e qartë se asnjëra palë nuk mund të fitonte një fitore të plotë. UÇK-ja nuk mund të merrte pushtetin. Shteti i Maqedonas nuk mund të shtypte plotësisht kryeëndrejtjen pa rrezikuar luftë civile. Kështu filluan negociatat. Në tryezë u ulën liderët politik Maqedonas, përfaqësues shqiptar, ndërmjetës ndërkombëtar. Diskutimet ishin të vështira dhe tensioni ishte i madh. Në 13 gusht 2001, në qytetin e Ohrit, u arrit marrëveshja që do të ndalte luftë. Kjo marrëveshje ndryshoi rrënjësisht strukturën e shtetit. Shqiptarët fituan përdorim më të gjerë të gjuhës shqipe, përfaqësim më të madh në institucione, të drejta më të forta në nivel lokal. Nga ana tjetër, UÇK-ja pranoi të dorëzonte armat. Maqedonia mbeti shtet unik. NATO ndërhyri për të mbledhur armat dhe për të garantuar paqen. Konflikti i vitit 2001 zgjati vetëm disa muaj, por ndikimi i tij ishte i madh. Ai ndryshoi mënyrën si funksiononte shteti i Maqedonisë së Veriut edhe sot. Mbi të gjitha, tregoi një gjë të rëndësishme. Kjo nuk ishte vetëm një konflikt mes dy popujve. Ishte një përplasje mbi të drejtat, identitetin dhe barazinë. Dhe për pak kohë, ky konflikt rrezikoi të kthente një vend të tërë në luftë civile.